Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur bllokadë detare ndaj Iranit, e cila nënkupton ndalimin ose kontrollin e anijeve që hyjnë në portet dhe zonat bregdetare iraniane. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump hyri në fuqi pasi në fundjavë dështuan bisedimet për paqe midis negociatorëve amerikan dhe iranian. Pse po e bën SBA-ja këtë? Qëllimi kryesor është të detyrojë Iranin të bëjë lëshime, sidomos të mos zhvillojë armë bërthamore. Blokada vjen pas më shumë se një muaji sulme ajrore dhe sanksionesh të gjata ekonomike. Si funksionon blokada? Marina amerikane kontrollon ose ndalon anijet që shkojnë drejt Iranit. Zona kyç është ngushtica e Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për naftën botërore. Forcat amerikane mund ta zbatojnë blokadën në mënyrë më efektive duke qëndruar më afër ngushticës së Hormuzit, por kjo përbën rrezik për sulme me dron, raketa ose anije të vogla sulmuese nga Irani. Nëse ndonjë nga këto anije i afrohet bllokadës sonë, ato do të eliminohen menjëherë, shkroi Trump në mediat sociale menjëherë pasi bllokada hyri në fuqi. Rreziqet mund të eliminohen nëse bllokada kontrollohet nga distanca duke u pozicionuar jashtë xhirit persik. Çfarë ndikimi ekonomik ka? Rreth 45% e buxhetit të Iranit vjen nga shitja e naftës drejt Kinës. Bllokada synon t'ia shkurtoj këto të ardhura shtetit iranian, duke i ndaluar anijet kineze të hyjnë në portet iraniane. Por kjo do ta prekte edhe ekonominë globale, duke i rritur edhe më shumë çmimet e naftës. Rreth 20% e sasisë së përgjithshme të naftës së lëngshme që shfrytëzohet nëpër botë qarkullon përmes ngushticës së Hormuzit dhe çdo bllokim aty mund të ndikojë në furnizimin global me energji.